Lëmë duja. Bekot Zotit që në ke ardhur. Zotit në rëmë, bashkë me po gjydin që ma thërën sonë të këtu. Dhe me njëtë menimi të kënaqur. Atëherë ne po fillojmë me emrin e Zotit. Se është si formuar absolut. Jo vetëm në xhami, jo vetëm në falje, por të që t'jeni mirë. Nëse ke arrit pra që të kuptoj se ka kriju dhe të ka sjellë të i more Zot, pa këtë formuar nuk e më shkollë Zot. Pra fillojmë me emrin e Zotit, falës imam, mëshirës imam. Për këtë jetë dhe veçanërisht në jetën tjetër nga të Bismillahirrahmanirrahim. Njerëzit e tij gjithë, i pesë kanë rregull kur shkojnë ke makina, kur se fillojnë punë, fillojnë tregti, të gjithë thotë fillojnë me Bismillah. Dhe çfarë themi më, kishin salat apo kërkojnë falje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe themi wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Salatat, selamet, falja, mëshira, begatit, mirësit, qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin a.s. Pse na hapi së, na tregoj pse kena ardhur, ka kena ardhur, pse përrejnë këto, ku dështojnë për sësaj. Nuk para me kështë. Kemi prapë procese për shkërën shohë, për dalim faqimbarë për para Zotit Gjellera. E qërë themi prapë? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësi, begatit e Zotit qofshin përmbi gjithë ju që jeni këtu. Se kur i themi një njeriu një tjetër, i kemi thënë si e kalove, kaq. Mirë e ka kalove. Përshëndetje, krejt normale. Unë e ko shohin që gjumë të ndryshme të botë t'japin më shumë. Ciao, është më rregull. Krejt normale, të përdorit, nëse na duhet, nëse na bje ma mirë, kuptohemi ma mirë me s'kani tjetër. Okej, krejt, edhe ne kemi fillu të përdorit fjallën okej. S'ka në i zonë, ndryshohen, hecet, levizet. Pra 3 qerek të Shqipërisë jetojnë me migracion, atje, kanë zhvillu jetën atje. Çfarë flasin atje? Aleikum selam. Gjuhën e nësë, asni. Gjuhën që ka atje, gjuhën që t'je bu, gjuhën që leviz, gjuhën që flet, gjuhën që merë shvesh ma shtetin atje. Pra, çdo gjuhën lehet në të kohë. Vatani. E kanë nëke. Lehet shpia, lehet toka, lehet puna. Vetëm i gjuhën nuk lehet dhe merët me vete, ku do që shvesh. Unë më me njëri? I gjuhën nuk lehet. Besimin të Zotit. Edhe unë e falenderoj Zotin që ju jeni me fatë si lagje këto si katun, ju bekohë Zotin, inshallah. Kam respektet më të mira, përshtypjet më të mira për ju, prej rreth 36 vitesh që i njihemi, kemi dhe mikë tu, kemi dhe shokë tu, kemi hyrë, kemi dalë shpesh herë, pra kam përshtypjet më të mira. Po, besoj se i një duhet fjallë të efektiv, qenë me shumë, pra ishte ideja e pastrimit, me u bogati për një mujtë ma. Edhe se cili mund mendoj për ju që, valla e vërë shumë njerës nuk përbohen gati. Nuk përbohen gati. Ta dini se ju që jeni sonë do ju ka zgjellë. Ose si të atëm, ju ka dhonë rastin Allahu Gjellalu për të përmirësu. Edhe jeni me fatë për 2 gjonë. E para që keni horës të mlajtë, edhe e dyte që keni xhami. Ne kemi fshatë që po bëjmë shumë përpjekje dhe s'po të mëtojmë nga xhami. Vetëm i besimtarë është të cekë. Elhamdulillah me një gëgja. Dhe të shtohi. Unë do të atregoj edhe mundësi se si me ushtohi. Do të atregoj edhe këte po, inshallah kur jemi këto herë
ke pastrimi si njerëz. Se këto kretë sekret. Allahu Gjelle Gjelalu thot në Kur'anin e madhrueshëm: Kad efleha men zekkaha. Ka shpëtu ai që e pastroi veten. Pra, për të bën gati me bën punë të mëdha, duhet më pastru shpirti, zemra, trupi, krejt gjymtyrët e tuja të tjenë në kontrol. Në qovë se gjymtyrët e tuja, trupi jote, mendja jote, ti menaxhojnë tjerë, mos u fut pak të muaj Ramazani. Ose, vëllai musliman jam apo, e di që je musliman, e di që ke një lagjet muslimanëve, por ca puni do. Ashtu këtë fare nuk mund të regjistrohesh. Një lloj, sikur je në punë për shembull. A shko regjistrohesh atje në t'ja provë me pa punë jo. I di këto. Sa me t'ja shpa ka t'it në parë, po më nesër pa punë s'ka. Pra, mund të shkrysh këtu. Unë jam muslimani më i mirë, kërkohet vetë. Kudo ka lojna, kudo ka shaka, kudo ka gjona që lehet për nesër, për pas nesër, vetëm negativ nuk ka lojë. Shiko se keni arë gjithë, i leje hoqë posë, për jarë. Shumë me dhe tjera avonim janë me posë. Pa u la, pa u shpla, dejshëm, shqipin alkoholit me vetën, drogës me vetën, hajde shkoj me t'i vendi avonimit dhe në hikin për, ja. Tu nuk ashtu. E shqipin që ka me në? Asë i sanë. Që ka pëse? Tu vetëm avonimit të ka Allahu që në gjitha. Pra, të si besimtarë dhe besimtare, dhe t'i vejnë ca kushtet forta vetës. Qërë dhe të thotë kushtet forta? Që te mos të ngjajsh as me shokët e tuaj, as me miqtë e tuaj. Ti t'jesh njëshit. Pra, po të vjen e muaj i Ramazanit, teje kërkohet burni. Ky dim dhe burni, po të mungohet kjo lëndë dhe parë. E vetë. Allahu Gjellë e thret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: ty të kemi përsos moralet e thotë. Moralet larta. Çdo të thotë moralet larta? Me shiku pemë në shoku, shpejnë në shoku, tokë në shoku, gru në shoku, vajzën në shoku, kjo moralet larta. Ja. Tranë shëkërije për ide? Ja. Tha të të kemi përsos moralet. Dhe më thënë, moralet e tuja dhe nuk i ka asi. Borni. Edhe para se të dohaj pejgamber, pasha Zotit s'kishtë të dy. Ta kërkojme për ide. Ta kërkojme për ide. Shiko, ta rriti